Dielli verës së Milanos po përplaste pasqyrat e ndërtesave të larta, duke krijuar një lojë të mahnitshme drite mbi rrugët e qytetit. Matteo Rossi po drejtonte BMW-n e tij të zezë, modeli më i ri i serisë M8, nëpër bulevarde të mbushura me njerëz. Motorin rënkonte me fuqi, ndërsa ai ndërronte shpejtësinë, duke lënë pas një gjurmë admirimi nga kalimtarët që ktheheshin të shihnin makinën luksoze. Matteo ishte vetëm 28 vjeç, por tashmë kishte arritur atë që shumë njerëz mund të ëndërronin për një jetë të tërë. Kompania e tij e teknologjisë, Rossi Tech Solutions, kishte revolucionarizuar tregun e aplikacioneve për bizneset e vogla në të gjithë Evropën. Në moshën 25 vjeç, ai ishte bërë milioner. Në 26 kishte shitur një pjesë të kompanisë për një shumë marramendëse. Tani, në 28, jetonte në një penthouse në zemër të Milanos, vishte veshje nga dizajnerët më të famshëm dhe drejtonte makinën e ëndrave të tij. Por, pas këtij suksesi të jashtëzakonshëm, fshihej një plagë që nuk ishte shëruar kurrë, një zemërim i thellë që e mbante zgjuar natën, një urrëtie që kishte rrënjë në fëmijërinë e tij. Ndërsa Matteo po qarkullonte nëpër rrugët e Naviglit, një nga zonat më të bukura të Milanos me kanalet e saj historike, ai vuri re një figurë të njohme në kënd të rrugës. Zemra i ngriti në fyt. Ishte një burr i vjetër, me rroba të grisura, që mbante një karton në duar me shkrim të zbehtë: "Ndihmë për ushqim, Zoti ju bekoft." Matteo e njihte atë fytyrë. Si mund ta haronte? Ishin kaluar 15 vjet që nuk e kishte parë, por tiparet ishin ende të njohshme në mjekrën e rritur dhe rrudhat e thella. Ishte babai i tij, Giovanni Rossi. Për një moment këmbët e Matteo e tradhtuan. Ai ndaloi BMW-n në anë të rrugës, motorin e ende të ndezur, duke shikuar me pabesim nga pasqyra. Giovanni nuk e kishte vërejtur ende. Ai po i qëndronte me kokën ulur një gruaje të re që po kalonte, duke pritur për një monedhë. Matteo ndjeu një val zemërimi duke i përshkuar trupin. Kjo ishte burri që i kishte braktisur, burri që kishte zgjedhur pijet alkolike dhe lorat e fatit mbi familjen e tij. Burri që kishte lënë mamin e tij, Carlota, të punonte 3 punë për të paguar qiranën e një apartamenti një dhomësh në periferi të Milanos. Dora e Matteo u shtrëngua rreth timonit derisa kojtat e gishtërinjve u bën të bardhë. Kujtimi asaj nate, nata kur babai i tij kishte ikur, ishte ende i gjallë në mendjen e tij si të ishte ndodhur dje. Matteo ishte vetëm 13 vjeç. Ishte një natë dimri e ftohtë, dhe ai kishte dëgjuar zërat e prindit të tij duke u grindur në dhomën tjetër. Nuk ishte era e parë. Grindjet kishin filluar vite më parë kur babai i tij kishte filluar të pinte gjithnjë më shumë, të humbiste paratë e familjes në kazino dhe të ktheheshin në shtëpi në orë të panatyrshme. "Giovanni, nuk mund të vazhdojmë kështu." Zëri i nënës së tij ishte mbushur me dëshpërim. "Matteo ka nevojë për rroba të reja për shkollë. Nuk kemi paguar qiran për 2 muaj. Pronari po kërcënon të na nxjerrë jashtë." "Çfarë do që unë të bëj, Carlota?" Zëri i babait të tij ishte i dehur, i pashpresë. "Humba punën. Askush nuk dëshiron të punësoj një dështak si unë. Ti humbe punën sepse shkone në zyra i dehur. Dhe parat që të kam dhënë për ushqim, ku i çove? Në kazino për cili?" Kishte pasuar një heshtje të rëndë, pastaj një rokli e dyrëve. Matteo kishte dalë në korridorin e errët, duke parë baban e tij duke mbledhur disa rroba në një çantë të vjetër. "Babi, ku po shkon?" kishte pyetur Matteo me zë të druajtur. Giovanni kishte ngritur sytë dhe për një moment, Matteo kishte parë një dhimbje të thellë në to. Por pastaj, babari i tij kishte kthyer kokën. "Kujdesu për mamin, Matteo. Ti je burri i shtëpisë tani." Dhe me këto fjalë, Giovanni Rossi kishte dalë nga dera, duke e lënë familjen e tij në varfëri dhe dëshpërim. Matteo e kishte tundur kokën duke u përpjekur të largonte kujtimin, por zemrimi ishte aty, i freskët si gjithmonë. Ai shikoi përsëri nga pasqyra. Babai i tij tani po ulej në trotuarin e ftoftë, duke mbështetur kokën në murin pas tij. Duke i lodhur, i mposhtur nga jeta. Një pjesë e vogël e Matteo donte të zbriste nga makina, të shkonte tek ai dhe të pyeste: "Pse? Pse na braktise?" Por pjesa më e madhe, pjesa që kishte mbijetuar vite vuajtjeje, që kishte veshur rroba të dora të dytë dhe kishte hëngër makarona të thata për darkë, ajo pjesë donte vetëm të largohej. Matteo shtyu pedalin e gazit dhe BMW-ja u largua me shpejtësi nga skena, duke lënë pas Giovanni Rossi dhe pishkuarën që ai përfaqësonte.
por diçka kishte ndryshuar. Për herë të parë në 15 vjet Mateo e kishte parë baban e tij. Dhe për sa shumë që u përpoq të harronte atë takim të shkurtër, imazhi i burrit të vjetër të ulur në trotuarin e ftohtë nuk e linte të qetë. 2 ditë pas takimit me baban e tij, Mateo ishte ngoti shqetësuar. Ai ishte ulur në zyrën e tij luksoze në katin e 13 të një ndërtese moderne, duke shikuar pamjen panoramike të Milanos, por mendja e tij ishte diku tjetër. Zoti Rossi, zëri asistentes e tij Francesca, e solli përsëri në realitet. Takimi juaj i drekës është këtu. Më fal Francesca, jam pak i tretur sot. Shpje në sallën e mbledhjeve, po vi menjëherë. 5 minuta më vonë, Mateo hyri në sallën e mbledhjeve dhe u ndali befasuar. Gruaja që po priste ulur në tavolinë nuk ishte ajo që ai kishte pritur. Shumica e konsulentëve të biznesit që kishte takuar deri tani ishin burra ose gra të moshuar me vite përvoje. Por kjo grua ishte e re, ndoshta rreth 30 vjeç, me flok të gjatë gështenj dhe një buzëqeshje të ngrohtë që dukej e sinqert. Zoti Losi, është kënaqësi t'ju takoj, tha ajo duke u ngritur dhe duke i shtrirë dorën. Jam Sofia Moretti. Mateo i shkundi dorën, duke vërejtur shtrëngjimin e fortë dhe të sigurt. Kënaqësia është e imja, zonjë Moretti. Ju lutem, më thërrisni Sofia, tha ajo duke ulur përsëri. Kam dëgjuar shumë për kompaninë tuaj. Rossi Tech Solutions ka bërë një punë të jashtëzakonshme në sektorin e teknologjisë. Ata filluan të diskutonin për nevojat e kompanisë, por Mateo e gjeti veten të shpërqendruar. Kishte diçka në mënyrën se si Sofia fliste, që ishte ndryshe nga njerëzit e tjerë të biznesit që ai takonte. Ajo nuk po përpiqej të përshtypte me zhargon korporativ ose të premtonte gjëra të pamundura. Në vend të kësaj, ajo bënte pyetje të thella për kulturën e kompanisë, për vlerat që Mateo donte të promovojë dhe për llojin e ambientit pune që ai dëshironte të krijonte. Dëgjova që keni filluar kompaninë nga zero, tha Sofia në një moment. Duhet të ketë qenë një udhtim i vështirë. Mateo mbështet në karrige, duke vlerësuar se sa të hapej. Ishte, tha ai në fund. Rita në një familje të varfër. Mami punonte 3 punë për të më dhënë një jetë më të mirë. Unë mësova programim duke përdorur një kompjuter të vjetër që e gjeta në një kosh plerash. Kur hapa kompaninë, nuk kisha asgjë përveç një ideje dhe vendosmërisë për të mos përfunduar si... Ai u ndal papritur, duke kuptuar që po fliste shumë. Sofia e vështroi me një shprehje të butë, për të mos përfunduar si kush. Mateo tundi kokën. Asgjë, ishte shumë kohë në parë. Por Sofia nuk insistoi. Në vend të kësaj, ajo vazhdoi me prezantimin e saj, duke shpjeguar se si mund të ndihmonte Rossi Tech Solutions të rritej, duke luajtur një kulturë pune pozitive dhe mbështetëse. Në fund të takimit, Mateo e kishte marrë vendimin. Do doja të punonit me ne, Sofia. Ajo buzëqeshi. Jam e nderuar, por para se të pranoj duhet ju paralajmëroj për diçka. Unë nuk jam vetëm një konsulente e burimeve njerëzore. Kam edhe një background në psikologji dhe shpesh e përdor atë në punën time. Besoj se bizneset e shëndetshme janë të ndërtuar nga njerëzit të shëndetshëm emocionalisht. Mateo turrur pak. Nuk ishte i sigurt se i pëlqente ideja e dikujt që futej në emocionet e tij, por kishte diçka në Sofia që e bënte të besonte. Në rregull, tha ai. Kur mund të filloni? Javët që pasuan, Sofia filloi punën në Rossi Tech Solutions. Ajo ishte profesionale, efektive dhe e përshtatshme me stafin. Por ajo që befasoi Mateo ishte se si ajo gjithashtu filloi të ndërtonte një marrëdhënie me të vet. Nuk ishte diçka e detyrueshme. Sofia thjesht ndonjëherë i propozonte të dilnin për kafe pas punës ose e ftonte në dreka pune, ku ata diskutonin jo vetëm për biznesin, por edhe për jetën në përgjithësi. Një mbrëmje, pasi kishin përfunduar një takim të gjatë me investitorët, Sofia e pyeti Mateo nëse do donte të ecnin pak nëpër qytet para se të ktheheshin në shtëpi. Ju duhet jeni të lodhur nga takimi, tha Mateo, por Sofia tundi kokën. Jo më shumë se ju, dhe më duket se ju duhet pak ajër i pastër. Ata ecën nëpër rrugët e vjetra të Milanos, duke kaluar pranë dyqaneve të vogla dhe kafeneve të mbyllura tashmë për natën. Ishte një natë e qetë, dhe qyteti kishte një bukuri të veçantë në dritën e fenerëve të rrugës. Mateo, tha Sofia pas një heshtje të gjatë, a mund t'ju bëj një pyetje personale? Ai e shikoi me kujdes. Varet nga pyetja. Keni arritur shumë në jetën tuaj. Jeni i pasur, i suksesshëm, i admiruar, por a jeni i lumtur? Pyetja e goditi Mateo si një grush në stomak. Ai ndaloi se ecuri dhe e shikoi Sofien me një përzierje zemrimi dhe habie.
Pse po më pyesni këtë? Sofia nuk u tmerrua. Ajo e shikoi me një butësi që e bëni Mateo të ndihej I pambrojtur. Sepse në të gjitha këto javë që kam punuar me ju, kam parë një burr që po merr vendime të shkëlqyera biznesi, por që gjithashtu duket se mbart një barë të rëndë. Dhe jam mësuar që të njoh njerëzit që po vuajnë nga diçka e pasgjidhur nga e shkuara. Mateo ktheu kokën, duke shikuar në distancë. Për një moment ai mendoi të largohej, të mbyllte këtë bisedë para se të shkonte shumë larg. Por kishte diçka në mënyrën se si Sofia po fliste që e bënte të donte të hapej. Kam parë baban tim, tha ai më në fund, zëri I tij I ulët. Pas 15 vitesh, ishte duke lypur në rrugë. Sofia nuk tha asgjë, duke ja dhënë hapësirë Mateo të vazhdonte. Ai na braktis mua dhe mamin kur isha 13 vjeç. Ishte një alkolist dhe një luajtës I parimt me letra. Humbiste çdo para që kishim. Mami punonte ditë e natë për të paguar faturat. Dhe ai shpenzonte ato para në pije dhe lojra. Një natë, ai thjesht mblodhi gjërat e tij dhe iku. Nuk e kemi parë që atëherë. Dhe tani e keni parë përsëri, tha Sofia but. Mateu tundi kokën. Po, dhe gjitha që ndjej është zemrim. Si guxon ai të duket kaq I mirë, kaq I dëshpëruar, kur ai ishte ai që na shkatroi jetën. Ai kishte një zgjedhje, ne nuk patëm. Dhe çfarë keni bërë kur e pat? Ika me makinë. Çfarë tjetër duhet të bëja? Të ndaloja dhe t'i jepja para? Të ushqeja alkolizmin e tij? Sofia filloi të ecte përsëri dhe Mateo e ndoqi. Ata ecën e heshtje për disa minuta derisa Sofia foli përsëri. E kuptoj zemërimin tuaj, Mateo. Babai juaj u braktisi në momentin kur kishte më shumë nevojë për të. Ai zgjodhi veset e tij mbi familjen tuaj. Dhe ju keni çdo të drejtë të jeni hidhëruar për atë. Mateo priste që Sofia të vazhdonte me një por ajo heshti. Kaq? Pyeti ai. Nuk do të më thoni që duhet ta fal. Sofia buzëqeshi një buzëqeshje të trishtuar. Jo. Faljes nuk mund t'i thuhet dikujt. Ajo duhet të vijë nga brenda, kur jeni gati. Por mund t'ju them këtë. Zemërimi që po mbani me vete, po ju helmoj më shumë se sa mund ta dëmtoj atë ndonjëherë. Fjalët e Sofisë qëndruan me Mateo për ditët që erdhën. Ai u përpoq t'i largonte ato, t'i ignoronte, por ato vazhduan të ktheheshin në mendjen e tij në momentet e qeta. Një javë më vonë, Mateo e ftoi Sofinë në darkë. Nuk ishte diçka që ai e kishte planifikuar. Thjesht kishte ndjerë nevojën për shoqëri dhe Sofia ishte personi vetëm me të cilin ai ndihej I rehatshëm të fliste për gjëra të thella. Ata zgjodhen një restorant të vogël në një rrugë anësore larg zhurmës së qendrës së qytetit. Ishte vendi lloji ku njerëzit vinin për të ngrënë ushqim të mirë dhe për të pasur biseda të qeta. Pasi porositën, Mateo e shikoi Sofinë me kureshtje. Ju e dini shumë për mua, tha ai, por unë nuk di pothuajse asgjë për ju. Është e drejtë kjo? Sofia buzëqeshi një buzëqeshje të trishtuar. Çfarë doni të dini? Gjithçka. Si u bët konsulente e burimeve njerëzore? Pse vendose të studioni psikologji? A keni familje? Sofia mori një glënk verë para se të fillonte. Unë u rrita në Napoli, në një familje të madhe italiane. Isha e 4-ta nga 5 fëmijë. Babai im ishte peshkatar, mami ishte mësuese. Nuk kishim shumë para, por kishim dashuri. Ajo bëri një pauzë duke e shikuar në gotën e saj. Kur isha 15 vjeç, vllai im më I madh, Marko, filloi të përdorte drogë. Në fillim ishin gjëra të lehta, po pastaj kaloi në heroin. E pam duke u shturur në kohë reale. Babai im u përpoq ta ndihmonte, por nuk dinte si. Në atë kohë problemi I drogës në Napoli ishte shumë I keq dhe nuk kishte shumë burime për njerëzit që vuanin nga varësia. Mateo dëgjonte me vëmendje, duke ndjerë një lidhje të re me Sofien. Marko vdiq kur isha 19 vjeç, vazhdoi Sofia. Zëri I saj I qetë, por I fortë. Mbi dozë, e gjetëm në dhomën e tij një mëngjes. Babai im u shkatërrua. Ai mendonte se kishte dështuar si prind. Mami qante çdo ditë. Dhe unë u zemërua me Markon. Si guxonte ai të na linte kështu? Si guxonte ai të zgjidhte drogën mbi ne? Sofia ngriti syt për të takuar ato të Mateo. Më deshën vite për të kuptuar se Marko nuk zgjodhi drogën mbi ne. Ai vuante një sëmundje. Varësia është një sëmundje, jo një zgjedhje, dhe kur e kuptova atë, gjithçka ndryshoi. Prandaj studioni psikologji, tha Mateo. Po, doja të kuptoja pse njerëzit bëjnë gjërat që bëjnë.
Doja të ndihmoja familjet si e imja që po vuajnë, dhe në proces mësova diçka shumë të rëndësishme. Çfarë? Se faljes nuk ka të bëjë me justifikimin e veprimeve të dikujt, nuk ka të bëjë me thënien që ajo që bën ishte në rregull. Faljes ka të bëjë me lirimin e vetes suaj nga barra e zemrimit. Ka të bëjë me zgjedhjen për të jetuar në të tashmen dhe të ardhmen, jo në të shkuarën. Mateo mbajti heshtjen për një kohë të gjatë, duke përpunuar fjalët e Sofies. Por si mund të falësh dikë që të ka bërë kaq shumë dëm? Nuk është e lehtë, pranoi Sofia, dhe nuk ndodh brenda një nate. Por filloni duke kuptuar se njerëzit janë të ndërlikuar. Askush nuk është thjesht i mirë ose i keq. Të gjithë marrin përsipër lushtrat tona, dëmtimet tona, tëmetat tona. Babai juaj për shembull, po, ai bëri zgjedhje të këqija, por a e dini ndonjëherë pse? A e dini nëse ai vetë vuante nga diçka? Nuk më intereson, tha shpejt Mateo, por pastaj u ndal. Ose më sakt, jam përgjigjur vetes se nuk më intereson, por ndoshta jam kurioz. Sofia buzëqeshi. Kureshtja është hapi i parë. 2 javë kaluan para se Mateo të vendoste të kthej në vendin ku kishte parë baban e tij. Nuk ishte i sigurt çfarë priste të arrinte, ndoshta konfirmimin që babai i tij ishte ende ai njëjti burr i papërgjegjshëm që i kishte braktisur, ose ndoshta diçka më shumë. Ishte një pasdite e shtunë, dhe Mateo kishte veshur rroba të thjeshta, xhinse dhe një bluze me mëngë të shkurtër, në vend të kostumeve të shtrenjta që zakonisht vishte. Nuk donte që babai i tij ta njihte menjëherë nëse e shihte. Kur arriti në zonën e Navigli, Mateo parkoi BMW-n disa rrugë më larg dhe eci deri në këndin ku kishte parë Giovannin. Por babai i tij nuk ishte aty. Mateo ndjej një përzierje lehtësimi dhe zhgënjimi. Ai eci rreth e rrotull për një kohë, duke e vëzhguar zonën. Ishte një pjesë e qytetit që ai zakonisht e shmangte, shumë e varfër, shumë e pakujdesur, shumë ngjashëm me vendet ku kishte jetuar si fëmijë. Por ndërsa vështronte më kujdesshëm, Mateo filloi të shihte gjëra që nuk i kishte vërejtur më parë. Ishte një qendër e vogël supash ku po shërbeheshin vakte falas. Ishte një klinikë e vogël mjekësore për njerëzit pa shtëpi. Kishte njerëz që po përpiqeshin të ndihmonin njëri tjetrin. Po kërkoni për dikë? Një zë mashkullor e shqetësoi nga mendimet e tij. Mateo u kthye dhe pa një burr të moshës së mesme me rroba të thjeshta dhe një shprehje miqësore. Po, në fakt. Burri i vjetër që zakonisht qëndron në atë kënd atje. E keni parë? Burri tundi kokën. Giovanni? Po, e njoh. Ai zakonisht vjen këtu rreth kësaj ore. Por sot mendoj se shkoj në qendrën e supës. A jeni të afërm i tij? Mateo hezitoi. Diçka e tillë. Emri im është Luka, tha burri duke i shtrirë dorën. Punoj në qendrën e supës, nëse domi mund t'ju çoj atje. Mateo e shkundi dorën. Do t'ishte mirë, faleminderit. Ndërsa ecnin drejt qendrës së supës, Luka filloi të fliste. Giovanni është një burr i mirë, e dini? Ka pasur një jetë të vështirë, por nuk është i keq. Si e njihni? Pyeti Mateo. Të gjithë këtu e njohin njëri tjetrin. Kur jeton në rrugë, bëhesh pjesë e një familjeje të çuditshme. Ne kujdesemi për njëri tjetrin. Giovanni më ka ndihmuar disa herë kur kam qenë në nevojë. Ai ju ka ndihmuar? Mateo nuk mund ta fshihte befasirin në zërin e tij. Si? Një herë u sëmura keq, grip i rënd që po kthehej në pneumoni. Giovanni kishte pak para që kishte mbledhur duke lypur dhe i shpenzoi ato për të më bler ilaçe. Një herë tjetër një grup të rinj filluan të më shqetësonin dhe Giovanni u ndërhyr dhe i ndali. Mori një vërvit për këtë, por nuk u largua. Mateo nuk dinte çfarë të thoshte. Imazhi i babait të tij si një njeri që ndihmonte të tjerët nuk përputhej me kujtimin që ai kishte. Kur arritën në qendrën e supës, Luka e çoi Mateo brenda. Vendi ishte i thjeshtë por i pastër, me tavolina dhe karrige të vjetra ku njerëzit po hanin. Në një cep, Mateo e pa baban e tij. Giovanni ishte ulur vetëm në një tavolinë, duke ngrënë një pjatë supë me lëvizje të ngadalta. Atje është, tha Luka. A doni që t'ju prezantoj? Jo, tha Mateo shpejt. Mendoj se do të flas vetë me të. Faleminderit për ndihmën. Luka i shtrëngoi shpatullën. Nëse keni nevojë për ndonjë gjë, jam këtu. Mateo mori frymë thellë dhe filloi të ecte drejt tavolinës së babait të tij. Me çdo hap, zemra e tij rrahte më fort. Çfarë do të thote? Si do të reagonte Giovanni? Kur arriti në tavolinë, Mateo qëndroi në këmbë për një moment, duke vështruar burrin që dikur kishte qenë gjithçka për të.
Giovanni kishte plakur shumë. Flokët e tij ishin gati krejtësisht të bardhë, fytyra e tij ishte mbushur me rrullop të thella dhe duart e tij dridheshin lehtë ndërsa mbante lugën. "Mund të ulem?" pyeti Mateo, zëri i tij i paqartë. Giovanni ngriti kokën dhe e shikoi për një moment. Për një çast të shkurtër, Mateo pa një shkëndi njohurie në sytë e tij, por ajo shpejt u zhduk. "Sigurisht," tha Giovanni me një zë të lodhur. "Ka vend të mjaftueshëm." Mateo ul përballë tij, duke u përpjekur të kontrollonte emocionet e tij. Për një kohë të gjatë asnjëri prej tyre nuk tha asgjë. Giovanni vazhdoi të hante supën e tij në heshtje, ndërsa Mateo e vështronte, duke u përpjekur të gjente fjalët e duhura. "Ushqimi është i mirë këtu?" pyeti Mateo më në fund, duke ndjerë sa e çuditshme ishte kjo pyetje. Giovanni tundi kokën. "Mjaft i mirë. Njerëzit tur janë bujar. Më kanë shpëtuar jetën më shumë se një herë." Heshtja ra përsëri midis tyre. Mateo donte të bërtiste, të pyeste pse, të lironte të gjithë zemrimin që kishte grumbulluar vite të tëra. Por diçka në mënyrën se si babai i tij duke kaq i vogël, kaq i thyer, e bëri të hezitonte. "Sa kohë keni jetuar në rrugë?" pyeti Mateo. Giovanni e shikoi me një shprehje të çuditshme. "Rreth 10 vjet." "Pse po pyesni këto gjëra? A jeni gazetar, asistent social?" "Jo," tha Mateo shpejt. "Thjesht jam kurioz." Giovanni e vështroi për një moment më të gjatë dhe përsëri Mateo pa të shkëndi njohje, por burri i vjetër e ktheu kokën dhe vazhdoi të hante. 10 vjet janë shumë, tha ai më në fund, por më mirë se burgu, siç thon. Të paktën këtu jam i lirë. A keni qenë në burg? Për pak kohë, për vjedhje të vogël, isha i dëshpëruar dhe bëra diçka budallaqe. Giovanni tundi kokën, por nuk jam krenar për këtë. Mateo ndjej një val zemërimi duke u ngritur përsëri. Ky ishte babai i tij, një hajdut, një alkolist, një burr që kishte dështuar në çdo aspekt të jetës. Por pastaj, ai kujtoi fjalët e Sofies. Njerëzit janë të ndërlikuar, të gjithë marrin përsipër luftrat tona. A keni familje? Pyeti Mateo, duke ditur tashmë përgjigjen. Për herë të parë, Giovanni ndaloi së ngrani. Ai uli lugën dhe mbajti duart në prehër, duke shikuar në tavolinë. Kisha, tha ai me një zë aq të ulët, sa Mateo mezi mund ta dëgjonte. Një grua të mrekullueshme dhe një djalë, por i humba, për shkak të budallallëkut tim, të dobësimet time. Çfarë ndodhi? Giovanni mori frym thellë. Isha i ri kur u martova me Carlota. Ishte gruaja më e bukur që kisha parë ndonjëherë dhe për ndonjë arsye ajo më zgjodhi mua. Patëm një djalë, Mateo. Emri i tij ishte zëri Giovanni të thye. Emri i tij ishte Mateo. Zemra e Mateot po rrahte me fuqi. Babai i tij po fliste për të, por nuk e kishte njohur ende. Përpiqem mos ta them këtë emër shumë, vazhdoi Giovanni. Më dhem shumë. Ai ishte gjithçka për mua, e dini, i zgjuar, i sjellshëm, plot ëndra, dhe unë e shkatrova gjithçka. Si? Pyeti Mateo, zëri i tij i mbytur nga emocioni. Fillova të pi pas që humba punën. Pastaj fillova të luaja me letra, duke menduar se mund të fitoni para shpejt për zaquar familjen time. Por sa më shumë humbja, aq më shumë luaja. Dhe sa më shumë pija, aq më pak mund t'jem burri dhe babai që ata meritonin. Giovanni fshiu një lot nga fytyra e tij. Një natë Carlota më tha se nuk mund të vazhdonte më dhe kishte të drejtë. Unë po i shkatroja. Kështu që ika. Mendova se do të ishte më mirë për ta nëse nuk isha më aty. Por nuk ishte, tha Mateo, duke nuk mundur më të mbante heshtjen. Nuk ishte më mirë. Giovanni e shikoi me një shprehje të befasuar. Si e dini? Mateo ndjeu lotët duke ju mbushur syt. Jam ai djalë, unë jam Mateo. Ngjyra u largua nga fytyra e Giovannit. Ai e shikoi Mateon me sy të gjerë, goja e tij hapur në një shprehje tronditse. Jo, nuk është e mundur. Mateo është... Jam unë, babi, tha Mateo, zëri i tij duke u thyer. Jam rritur, jam 30 vjeç tani. Giovanni filloi të dridhej. Ai ngriti duart si për të prekur Mateo, por pastaj i tërhoqi mbrapa. Ti je djali im? Po. Për një moment që dukej si një përjetësi, ata thjesht u ulën duke u shikuar njëri tjetrin. Pastaj Giovanni e mbulon fytyrën me duar dhe filloi të qante me ulërim të thella që vinin nga thellësitë e shpirtit të tij. O Zot, përshpëritja i midis lotëve. O Zot, më fal Mateo, më fal. Mateo nuk dinte çfarë të bënte.
Një pjesë e tij donte ta përqafonte babain e tij, ndërsa pjesa tjetër donte të ikte dhe të mos kthehej kurrë më. Në fund, ai thjesht qëndroi ulur, duke lënë babain e tij të qante. Pas asaj dite në qendrën e supës, Mateo nuk shkoi menjëherë të takojë përsëri me babain e tij. Ai kishte nevojë për kohë për të përpunuar atë që kishte ndodhur, për t'i dhënë kuptim emocioneve të ndërlikuara që po ndjente. Sofia ishte e vetmja me të cilën ai foli për takimin. Ata ulën në një kafene të qetë një mbrëmje dhe Mateo ja tregoi gjithçka, nga çasti kur kishte vendosur të kthehej, të ajo nata deri të zbuleshësh, deri të lotët e babait të tij. Si u ndjet kur e pa duke qarë? Pyeti Sofia. Mateo vështroi në kafen e tij të ftohtë. Nuk e di, një pjesë e meje ndjenti kënaqësi, mendoja tani di se si ndihet, por pjesa tjetër ndjente dhimbje për të, duke kaq i thyer, kaq i dëshpëruar. Dhe tani? Pyeti Sofia. Çfarë doni të bëni tani? Nuk e di, pranoi Mateo. Luka, burri që më çoi në qendrën e supës, më tha se babai im është një njeri i mirë, sa i ka ndihmuar njerëz të tjerë edhe pse vet nuk ka gati asgjë. Si mund të jetë kjo e vërtetë? Si mund të jetë i mirë me të tjerët, por kaq i keq me familjen e tij? Sofia mendoi për një moment. Ndonjëherë, njerëzit janë më të ashpër me ata që i duan më shumë, sepse kanë më shumë për të humbur. Ndoshta babai juaj ishte kaq i turpruar nga dështimet e tij me ju dhe me mamin tuaj, sa që ishte më lehtë të largohej, sesa të përballej me to çdo ditë. Por kjo nuk e justifikon atë që bëri ai. Jo, nuk e justifikon, pranoi Sofia. Por mund t'ju ndihmoj ta kuptoni. Dhe kuptimi është hapi i parë drejt faljes. Mateo tundi kokën. Nuk jam i sigurt nëse mund ta fal ndonjëherë. Ai na shkatroi jetën, Sofia. Mami punonte deri në poshtrim për të më dhënë ushqim dhe shtrehim. Unë veshja rroba të dora të dyta dhe hahesha nga fëmijët e tjerë në shkollë. Kalova net duke qarë sepse kisha kaq shumë uri. E di, tha Sofia but, dhe ato gjëra ishin reale dhe të tmerrshme. Por gjithashtu është e vërtet që babai juaj po vuan tani, dhe çdo ditë që ai jeton në rrugë, ai po paguan për zgjedhjet e tij të këqija. A mendon se duhet ja para? Pyeti Mateo. Të blej një apartament për të, ta ndihmoj. Sofia e shikoi me kujdes. Çfarë doni të bëni ju? Nuk e di. Mateo e goditi tavolinë me dorë, duke tërhequr vëmendjen e disa njerëzve të tjerë në kafene. Ai mori frym thellë dhe vazhdoi më butë. Nuk e di çfarë dua. Një pjesë e meje dëshiron ta shoh duke vuajtur për atë që na bëri. Një pjesë tjetër dëshiron ta ndihmoj, dhe një pjesë thjesht dëshiron të harrojë që ekziston. Të gjitha këto ndjenja janë të vlefshme, tha Sofia. Por ndoshta pyetja e vërtet nuk është çfarë duhet të bëj për të, por çfarë duhet të bëj për veten time. Mateo e shikoi me konfuzion. Pyetuni veten, vazhdoi Sofia. Çfarë do t'ju lejonte të jetoni me paqe? Jo çfarë meriton ai, por çfarë keni nevojë ju për të ecur përpara. Kjo pyetje ndoqi Mateo për ditët e ardhshme. Ai e gjeti veten duke menduar për të gjatë takimeve të biznesit, gjatë vozitjes nëpër qytet, madje edhe kur po përpiqej të flinte natën. Çfarë kishte nevojë ai për të jetuar me paqe? Një javë më vonë, Mateo vendosi të kthehej në qendrën e supës. Këtë herë, ai mori me vete diçka, një çantë të madhe me rroba të ngrohta që kishte bler nga një dyqan. Nuk ishin rroba luksoze, por ishin të cilësisë mirë dhe të përshtatshme për dimrin që po afronte. Kur arriti në qendër, Luka e përshëndeti me një buzëqeshje të gjerë. Kthehet, Giovanni do të jetë i lumtur. A ju ka thënë ai? Pyeti Mateo. Luka atundi kokën. Më tha se djali i tij erdhi ta vizitoj. Ka qenë në Reqe atëherë, edhe pse gjithashtu është i friksuar se ju nuk do të ktheheni kurrë më. Mateo ndoqi Lukën brenda, ku babai i tij ishte përsëri ulur në të njëjtën tavolinë, duke pirë çaj të nxehtë. Kur Giovanni e pa Mateo, fytyra e tij u ndriçua, por pastaj u zbehu me frikë. Mateo, tha ai, duke u ngritur aq shpejt sa pothuajse rrëzoi karrigen. Erdhe përsëri? Po, tha Mateo, duke ju afruar. Erdha. Giovanni nuk dukej të dinte çfarë të bënte me veten e tij. Ai qëndroi në këmbë sikur në pozicion vëmendje, duke i shtrënguar duart derisa kokat e gishtërinjve u bën të bardha. Mund të ulemi? Pyeti Mateo duke treguar tavolinën. Sigurisht, sigurisht. Giovanni u ul përsëri dhe Mateo mori vendin përballë tij. Për një moment, asnjëri prej tyre nuk tha asgjë. Pastaj Mateo vendosi çantën me rroba në tavolinë. Solla disa gjëra për ju. Dimri po vjen dhe mendova se mund t'ju duheshim.
Giovanni shikui çantën sikur ai nuk mund ta besonte. Ti mos o dhe rroba? Po, nuk janë gjë e madhe, por nuk janë gjë e madhe. Giovanni ndërhyri, zëri i tij i mbushur me emocion. Mateo, kjo është gjëja më e mirë që më ka ndodhur në vite. Faleminderit, faleminderit shumë. Mateo tundi kokën, duke ndjerë një lëmsh në fyt. Nuk ka pse. Ata qëndruan në heshtje për një moment tjetër, derisa Giovanni foli përsëri. A mund të pyes diçka? Sigurisht. Çfarë u bë me ty? Duket sikur je bërë mirë. Mateo mori frym thellë. Kam një kompani teknologjie, e fillova nga zero dhe tani është mjaft e suksesshme. Giovanni e sikoi me një përzierje krenarie dhe turpi në sytë e tij. Gjithmonë dija se do të bëje diçka të madhe, edhe si fëmijë, ishe kaq i zgjuar, kaq i vendosur. Nuk e bëra vetë, tha Mateo. Mami punoi shumë për të më dhënë mundësi. Ajo është arsyeja që e arrita. Në përmendjen e Carlotas, Giovanni ula kokën. Si është ajo? Është mirë, është në pension tani. E bleja një apartament të bukur për të në një pjesë të mirë të qytetit. Ajo bjeton rehat. Kjo është e mirë, tha Giovanni, zëri i tij druajtur. Ajo e meritonte atë. Ajo meritonte shumë më tepër se sa unë i dhash ndonjëherë. Mateo nuk dinte se ç'ti përgjigjej kësaj, kështu që e ndryshoi temën. Luka më tha se ju keni ndihmuar njerëz të tjerë këtu. Është e vërtet kjo? Giovanni u kuqi lehtë. Ato nuk ishin gjë. Thjesht, kur je në rrugë, mëson se duhet kujdesesh për njëri tjetrin. Është e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Por të më tregoj se ju shpenzuat parat tuaja për të bler ilaçe për të. Ai po vdiste. Si mund të mos ndihmoja? Giovanni e hikoi baban e tij me një perspektivë të re. Ky burr që kishte qenë kaq i egoist me familjen e vet, tani po tregonte bujarinë ndaj të huajve. Ishte një kontradikt që e bënte Mateon të ndiej edhe më të konfuzuar. Pse e bëri? Pyeti Mateo papritur. Pse na le? Giovanni mbajti heshtjen për një kohë të gjatë. Kur foli, zëri i tij ishte i mbushur me dhimbje, sepse isha një friksakak. Kisha frikë se nëse qëndroja, do t'ju shkatroja plotësisht. Kisha frikë që çdo ditë që isha aty, po ju bëja më shumë dëm. Mendova se nëse largohesha kompletësisht, ju do të kishit një shans për një jetë më të mirë. Por nuk e kishim, tha Mateo, zëri i tij duke u ngritur. Mami punonte 3 punë. Nuk kishim para për asgjë. Unë shkoja në shkollë me këpucë me vrima dhe stomak bosh. E di, tha Giovanni, lotët duke i rrjedhur në fytyrë. E di dhe kjo është gjëja që më vret çdo ditë. Mendova se po bëja gjën e duhur, por gjithçka që bëra ishte ta bëja edhe më keq. Nuk ka një ditë që nuk pendohem për atë që bëra. Nuk ka një ditë që nuk dëshiroj të mund të ktheja kohën mbrapa dhe të zgjidhja ndryshe. Mateo ndjen zemërimin dhe dhimbjen duke u përzinër në gjoksin e tij. Por nuk mund ta ktheni kohën mbrapa. Dhe unë nuk mund ta harroj atë që ndodhi. Nuk të kërkoj të harrosh, tha Giovanni. Si mund të harroje? Unë thjesht dua që të dish se më vjen shumë keq, dhe se jo një ditë nuk kam menduar për ty dhe për mamin tuaj. Edhe kur isha në gjendjen më të keqe, edhe kur isha kaq i dehur sa nuk mund kujtoja emrin tim, ju isha aty në mendjen time. Nëse kujdesja atin për ne. Pse nuk u ktheve? Pyeti Mateo. Pse nuk kërkove ndihmë? Sepse isha i turpëruar, pranoi Giovanni. Sa më shumë kohë kalonte, aq më vështirë bëhej të kthehesha kompletësisht. Si mund shfaqesha pas 5 vitesh, 10 vitesh, 15 vitesh? Çfarë do të thoshja? Më falni që ju braktisa, por tani jam gati të jem një prind i mirë? Do të ishte qesharake. Mateo e kuptoi logjikën e shtrembruar të kësaj, edhe pse nuk e pranonte. Kështu që thjesht vendose të rrije në rrugë për gjithmonë? Nuk e planifikova të jem këtu, tha Giovanni. Thjesht ndodhi, humba punë pas pune. Fillova të pi gjithnjë më shumë. Përfundova në burg për një kohë, dhe kur dola, nuk isha asgjë. As një vend ku të shkoja, as kusht më donte. Ke neve, tha Mateo. Pastaj u ndal, i befasuar nga fjalët e veta. Giovanni e shikoi me shpresë. Ke menduar për mua? Mateo nuk dinte se si të përgjigjej. Të mendonin për baban e tij. Po, çdo ditë për 15 vjet. Por a kishte menduar për të me dashuri? Me mall? Jo,
kishte menduar për të me zemrim, me urrëtie, me një dëshirë që të mos ekzistonte kurrë. Por tani, duke parë burrin e thyer përpara tij, Mateo nuk ishte më i sigurt se çfarë ndjente. Atë mbrëmje, Mateo shkoi ta vizitonte mamin e tij. Carlota jetonte në një apartament të bukur me 2 dhomë gjumi që Mateo ja kishte bler 2 vjet më parë. Ishte në një zonë të qetë qytetit, me një balkon që shikonte një park të vogël. Kur Carlota hapi derën, fytyra e saj u ndriçua me një buzëqeshje. Mateo, çfarë surprize e këndshme! Hy! Carlota ishte një grua në të 50-tat e saj, por duke i më e re fal energjisë dhe shpirtit të saj. Edhe pse kishte punuar punë të rënda për vite të tëra, ajo kishte ruajtur një optimizëm që Mateo gjithmonë e admironte. Si je, mami? Pyeti Mateo duke e përqafuar. Jam mirë i tashurim. Po ti, duket sikur ke diçka në mendje. Mateo nuk duhej të befasohej. Mami i tij gjithmonë kishte pasur një aftësi për ta lexuar atë. Ata u ulën në dhomën e ndenjeve dhe Carlota i solli një kafe dhe biskota të shtëpisë. Tani, më thuaj çfarë të shqetëson. Mateo mori frym thellë. E kam parë baban. Ngjyra u largua nga fytyra e Carlotas. Ajo vendosi filxhanin e saj me kujdes në tavolinë. Giovanni? Ku? Në rrugë. Ishte duke lypur në navikli. Carlota mbajti heshtjen për një kohë të gjatë duke vështruar në duart e saj. Si është? Nuk është mirë. Jeton në rrugë. Vesh rroba të grisura. Ha në një qendër supash për njerëzit pa shtëpi. Oh, Giovanni, tha Carlota but, zëri i saj i mbushur me trishtim. Mateo e shikoi mamin e tij me befasi. Nuk je zemëruar? E zemëruar? Ngrit syt për ta takuar. Djali im, kam qenë e zemëruar për 15 vjet. Kam qarë, kam ulëritur, kam mallkuar emrin e tij. Por në fund zemrimi më lodhi. Tani thjesht ndihem e trishtuar për të. Por ai na braktisi, të lë ty, të vuash, të punosh 3 punë. E di çfarë bëri, ndërhyri Carlota. Por gjithashtu e di se ai ishte i sëmur. Alkolizmi është një sëmundje, Mateo, dhe Giovanni nuk kishte forcën për ta luftuar atë. Kjo nuk e justifikon, argumentoi Mateo. Jo, nuk e justifikon, pranoi Carlota, por na lejon të kuptojmë. Dhe kuptimi është i rëndësishëm. Mateo tundi kokën me frustrim, pse të gjithë po më thonë të njëjtën gjë, Sofia, ti, madje edhe vet babai. Të gjithë po thoni që duhet ta kuptoj, të jetë empatik, por askush nuk po thotë që është në rregull të jemi zemëruar. Është krejtësisht në rregull të jesh i zemëruar, tha Carlota, duke lëvizur më pranë tij dhe duke i marrë dorën. Ke çdo të drejtë. Ajo që ai bëri ishte e gabuar dhe ai të dëmtoi thellësisht. Por pyetja është, për sa kohë do të lejoni që ai zemërim t'ju kontrolloj jetën? Nuk po më kontrollon jetën, tha Mateo mbrojtësisht. Carlota e shikoi me një shprehje të butë, por të qartë. Vërtet? Mateo, ti ke arritur shumë. Ke ndërtuar një biznes të suksesshëm. Ke para, ke një jetë të bukur. Por kur ishte hera e fundit që të pash vërtet të lumtur? Kur ishte hera e fundit që u relaksove dhe e gëzove jetën? Mateo nuk dinte se si t'i përgjigjej. Ti punon gjithmonë, vazhdoi Carlota. Gjithmonë po përpiqesh të provosh diçka. Por çfarë po përpiqesh të provosh? Dhe kujt? Nuk jam duke u përpjekur të provoj asgjë, tha Mateo, por edhe ai e dinte që nuk ishte e vërtet. Mendoj se po përpiqesh t'i provosh vetes, dhe ndoshta edhe babait tën, edhe pse ai nuk është atu, se ti nuk je si ai, se ti nuk je një dështak, se ti je i suksesshëm, i fortë, i pavarur. Por në atë proces, ke ndërtuar mure rreth vetes. Nuk lejon askënd të afrohet shumë, nuk lejon veten të jesh i cënueshëm. Fjalët e mamit të tij e goditën Mateo si një vërshim i ftohtë. Ajo kishte drejt. Ai e dinte që ajo kishte të drejtë. Çfarë duhet të bëj? Pyeti ai, zëri i vogël. Carlota e shtrëngoi dorën. Mendoj se e di tashmë i dashurim. Thjesht ke frikë ta bësh. Ta fal? Pyeti Mateo. Si mund ta fal pas gjithçkaje që na bëri? Faljes nuk ka të bëjë me të, tha Carlota. Ka të bëjë me ty.
Ka të bëjë me lirimin e vetes nga barra që ke mbartur për kaq shumë kohë. Ka të bëjë me zgjedhjen për të jetuar me paqe në vend të zemërimit. Por si fillon të falesh? Pyeti Mateo. Carlota mindoi për një moment. Filloni duke e parë si një njeri, jo si një simbol të gjitha gjërave që shkuan keq në jetën tuaj. Shiheni me të gjitha marrëzitë e tij, por edhe me vuajtjet e tij. Dhe më pas, vendoseni të lëshoni zemërimin, jo për shkak të tij, por për shkak tuaj. Ata qëndruan në heshtje për një kohë të gjatë, Mateo duke përpunuar fjalët e mamit të tij. Më në fund, ai pyeti: "A do doje ta shihe?" Carlota u hutabit. "Giovanni? Unë nuk e di. Pse po më pyet?" "Sepse mendoj se ai do donte të shihte. Mendoj se ai pendohet për atë që bëri dhe ndoshta, nëse ti mund t'i falesh, atëherë edhe unë mund gjej një mënyrë." Carlota e shikoi me një përzierje dashurie dhe shqetësimi. "Le ti marr gjërat hap pas hapi në rregull. Së pari, ti duhet të vendosësh se çfarë dëshiron. Mos u shqetëso për mua." Mateu e përqafoi mamin e tij ngushtë. "Faleminderit, mami, për gjithçka." Javët që pasuan, Mateu filloi ta vizitonte baban e tij rregullisht. Në fillim ishin vizita të shkurtra, një orë këtu dhe aty, zakonisht në qendrën e supës ku Giovanni ndjej më i rehatshëm. Por me kalimin e kohës, bisedat u bën më të gjata, më të thella. Mateo mësoi shumë për jetën e babait të tij që nuk e kishte ditur kurrë. Mësoi se Giovanni kishte rritur në një familje të dhunshme, ku babai i tij ishte alkolist dhe i dhunshëm. Mësoi se Giovanni kishte filluar të pinte si adoleshent për të ikur nga dhimbja e shtëpisë së tij. Mësoi se babai i tij kishte luftuar me varësinë për vite, para se të braktiste familjen e tij. "Nuk po të them këto gjëra për të justifikuar," i tha Giovanni një ditë. "Ajo që bëra ishte e gabuar, pavarësisht nga arsyeja. Por dua që të kuptosh se nuk ishte sepse nuk ju doja. Ishte sepse nuk dija si të doja veten time." Këto fjalë qëndruan me Mateo. Ai filloi ta shihte baban e tij jo si një monster, por si një njeri i thyer që kishte bërë zgjedhje të tmerrshme. Një ditë, Mateo vendosi ta merrte Giovannin për një shëtitje nëpër qytet. Ishte një ditë e bukur vjeshte, me diell të butë dhe erë të freskët. "Ku po shkojmë?" pyeti Giovanni duke dukur nervoz, ndërsa hipte në BMW-n e Mateut. "Thjesht për një shëtitje," tha Mateo. "Mendova se do t'ishte mirë të dilnim nga ajo zonë për pak kohë." Ndërsa vozitën nëpër qytet, Giovanni shikonte nga dritarja me një shprehje nostalgjike. "E di kur ishte hera e fundit që udhtova me makinë? 15 vjet më parë, dita që ika nga shtëpia." Mateo nuk tha asgjë, por dora e tij u shtrëngua rreth timonit. "Më kujtoja të ditë çdo ditë," vazhdoi Giovanni. "Çdo detaj, si ishte moti, çfarë vishje ti, shprehja në fytyrën tënde kur më the mirupafshim." Ai mori frymë të thellë. "Doja të kthehesha aq shumë, çdo ditë që kalonte doja të kthehesha, por sa më shumë kohë kalonte, aq më e vështirë bëhej." "Pse?" pyeti Mateo. "Pse ishte kaq e vështirë?" "Sepse çdo ditë që nuk kthehesha, bëja më shumë dëm. Çdo ditë që ju linja të mendonit se ju kisha braktisur, ishte një ditë tjetër që ju lëndoja. Dhe kur u bën muaj, pastaj vite, mendova se ishte shumë vonë, se ju do të më urrenit dhe do të kishit të drejtë." Mateo parkoi makinën pra një parku të vogël. "Eja, le të ecim." Ata ecën në përshtegjet e parkut, të rrethuar nga pemët me ngjyra vjeshte. Kishte fëmijë që po luanin në një fushë të vogël dhe Mateo i vuri re Giovannin duke i vështruar me një shprehje të trishtuar. "A ke menduar ndonjëherë për ditëlindjet e mia?" pyeti Mateo papritur. Giovanni ndaloi se ecuri. "Çdo ditëlindje, çdo vit. Imagjinoja se ku ishe, çfarë po bëje, nëse ishe i lumtur." "Ditëlindja ime e 16, tha Mateo. "Mami punonte atë ditë. Ajo kishte përpjekur të merrte ditën e lirë, por nuk ja lejuan. Kështu që kalova ditëlindjen time i vetëm në shtëpi, duke ngrënë makarona të ftohta nga një kuti. Atë ditë urreva baban tim më shumë se kurrë." Giovanni filloi të qante pa zë, lotët duke i rrjedhur në faqet e rrudhatosura. "Por tani," vazhdoi Mateo, zëri i tij duke u butësuar, "kur shikoj mbrapa kuptoj se ti nuk ishe aty sepse nuk doje të ishe.
Nuk ishe aty sepse ishe në një vend edhe më të errët se shtëpia jonë e vogël. Ishe në ferrin tënd. Kjo nuk e bën më të lehtë, tha Giovanni. Kjo nuk e ndreq atë që humbët. Jo, pranoi Mateo, por më ndihmon të kuptoj. Dhe kuptimi është diçka. Ata vazhduan të ecnin në heshtje për një kohë. Pastaj Giovanni pyeti. Si është jeta jote tani, Mateo? Më trego për kompaninë tënde, për suksesin tënd. Mateo filloi të fliste për Rossi Tech Solutions, për udhëtimin e tij nga të mos pasur asgjë për të qenë një sipërmarrës i suksesshëm. Por ndërsa fliste, ai realizoi diçka. Shumica e tregimeve të tij ishin për punë, për para, për arritje. Nuk kishte shumë për të thënë për lumturi, për miqësi, për dashuri. Ti ngëllon se ke arritur shumë, tha Giovanni me krenari në zërin e tij. Por, a je i lumtur? Ishte e njëjta pyetje që Sofia e kishte bërë, dhe përsëri Mateo nuk kishte një përgjigje të mirë. Nuk e di. Pranoi ai. Kam gjithçka që mendoja se do të më bënte të lumtur, por diçka ende mungon. Mbase, tha Giovanni but, ajo që mungon është paqja. Paqja që vjen nga lëshimi i të shkuarës. Mateo e shikoi baban e tij. Ti je i fundit person që do të prisja të më jepte këshilla për jetën. Giovanni buzëqeshi, një buzëqeshje të trishtuar. Ndonjëherë, njerëzit që kanë bërë gabimet më të mëdha janë ata që kanë mësuar mësimet më të rëndësishme. Një mbrëmje, Mateo organizoi një darkë të vogël në apartamentin e tij. Kishte ftuar Sofien dhe pas shumë diskutimesh, kishte vendosur të ftonte edhe baban e tij. Giovanni arriti herët, duke dukur jashtëzakonisht i shqetësuar. Ai kishte larë veten dhe kishte veshur disa nga rrobat që Mateo ja kishte dhënë. Edhe pse nuk dukej më si dikush nga rrugë, nervozizmi i tij ishte i dukshëm. Këto janë bukur, tha Giovanni duke vështruar apartamenti luksoze. Ti ke bërë shumë mirë për veten, Mateo. Faleminderit, tha Mateo. Por nuk ishin rrobat apo apartamenti që më çuan këtu. Ishte puna e palodhur dhe vendosmëria. Të dyja gjëra që i mësove nga mami juaj, tha Giovanni. Carlota ishte gjithmonë e fortë, e vendosur. Para se Mateo të mund t'i përgjigjej, dera u trokite. Ishte Sofia. Sofia, ky është babai im, Giovanni, tha Mateo duke i prezantuar. Babi, kjo është Sofia Moreti. Ajo punon me mua. Sofia i shtrëngoi dorën Giovannin me ngrohtësi. Është një kënaqësi t'ju takoj, zoti Rossi. Giovanni duke i befasuar nga miqësisë e saj. Ju e dini për mua? Po, tha Sofia me qetësi. Mateo më ka treguar dhe mendoj se është e mrekullueshme që jeni duke ndërtuar një marrëdhënie përsëri. Gjatë darkës, biseda ishte fillimisht e ngurtë, por Sofia kishte një mënyrë të veçantë për ta bërë të gjithë të ndiheshin të rehatshëm. Ajo bëri pyetje për të kaluarën e Giovanni, jo me gjykim, por me kuriozitet të sinqertë. Si ishit kur ishe i ri, zoti Rossi? Pyeti ajo. Giovanni mendoi për një moment. Isha i ndryshëm, plot ëndra, plot shpresa. Doja të bëhesha arkitekt, të ndërtoja ndërtesa të bukura, por jeta kishte plane të tjera. Çfarë ndodhi? Pyeti Sofia but. Më ngatrova, tha Giovanni thjesht. Bëra zgjedhje të këqija, lash që varësit të më kontrollonin, dhe kur erdhi koha të isha burr dhe baba, nuk kisha forcën për ta bërë. Por tani jeni këtu, tha Sofia, dhe kjo është diçka. Giovanni e shikoi me sy plot falënderim. Jeni shumë të sjellshme, zonja Moreti. Thërmoni Sofia, ju lutem. Pas darkës, dërsa Sofia dhe Mateo po pastronin, Giovanni u ul në balkon, duke shikuar peizazhin e qytetit. Mateo i bashkua atij pas disa minutash. Ajo është e mrekullueshme, tha Giovanni. Sofia, ajo është e veçantë. E di, tha Mateo. A jeni bashk? Mateo tundi kokën. Jo, jemi vetëm miq. Por do doje t'ishe më shumë? Pyeti Giovanni me një buzëqeshje të vogël. Mateo nuk e kishte menduar kur në atë mënyrë, por tani që babai i tij e përmendi, ai realizoi se ndoshta kishte njënja për Sofien që nuk e kishte pranuar.
Nuk e di, tha ai. Punojmë bashk. Do t'ishte ndërlikuar. Jeta është ndërlikuar, tha Giovanni. Por kjo nuk do të thotë se duhet shmangesh dashurinë kur ta gjesh. Ata qëndruan në heshtje për një moment, duke shijuar natën e qetë. Pastaj, Giovanni foli përsëri. Mateo, kam një lutje për të bërë. Çfarë është? Do doja takoja mamin tënde, Carlotan. E di se nuk kam të drejtë kërkoj këtë. E di se ndoshta ajo nuk dëshiron të më shoh, por nëse do të kishte një mënyrë, një shans që t'i kërkoj falje, do të më ndihmonte të gjej pak paqe. Mateo mendoi për bisedën që kishte pasur me mamin e tij. Do t'ja përmend, por nuk mund të premtoj asgjë. Kuptoj, tha Giovanni, dhe çdo gjë që ti mund të bësh do t'ishte më shumë se sa meritoj. Duhen 2 javë derisa Mateo të arrinte të organizonte një takim midis prindërve të tij. Carlota kishte rënë dakord, por vetëm nën kushte të caktuara. Do të ishte në një vend publik, Mateo do të ishte aty dhe ajo do të mund të largohej në çdo moment nëse ndjehej e shqetësuar. Ata zgjodhën të njëjtin park ku Mateo dhe Giovanni kishin ecur më parë. Ishte një ditë e bukur me diell dhe një freski e lehtë. Carlota arriti e shoqëruar nga Mateo. Ajo ishte veshur thjesht por elegant dhe kishte një shprehje të vendosur në fytyrë. Giovanni po priste ulur në një stol dhe kur i pa ata duke ardhur, ai u ngrit me shpejtësi, duke e pothuajse në panik. Për një moment gjatë, Carlota dhe Giovanni thjesht u shikuan njëri tjetrin. 15 vjet kishin kaluar që nga hera e fundit që ishin parë. Të dy kishin plakur, kishin ndryshuar, por kishte ende diçka të njohur në mënyrën se si ata qëndronin, në mënyrën se si shikonin. Carlota, tha Giovanni më në fund, zëri i tij duke u thyer. Falinderit që erdhe. Carlota tundi kokën, por nuk tha asgjë ende. Ndoshta duhet ulem këtu, tha Mateo, duke treguar një stol tjetër jo shumë larg. Do t'jem aty nëse keni nevojë për mua. Carlota e shikoi me mirënjohje, pastaj u ul në stol përballë Giovanni. Mateo shkoi në stolin tjetër, mjaft larg për t'u dhënë privatësi, por mjaft afër për të ndërhyrë nëse do t'ishte e nevojshme. Duket mirë, tha Giovanni. Mateo më tha se je në pension tani. Po, tha Carlota, zëri i saj i kontrolluar. Pas 35 vitesh pune. Giovanni uli kokën. E di se punove shumë. E di se të lash të vuaje. Po, më le, tha Carlota, zëri i saj duke u forcuar. Më la të punoja 3 punë ndërsa ti ishe diku duke pirë dhe duke luajtur. Më la të rrisja djalin toni vetme. Më la të qamja çdo natë duke u pyetur ku kishte shkuar gabim. E di, tha Giovanni, lotët duke filluar të rjedhin. E di, dhe asnjë shumë falje nuk do ta ndreshte atë që kam bërë. Por duhet që ta dish se unë nuk të lash sepse nuk të doja. Të lash sepse po të shkatëroja, dhe mendova se do t'ishit më mirë pa mua. Dhe ishe gabim, tha Carlota. Mund të kishim qenë më mirë nëse do t'ishe qëndruar dhe do të kishe luftuar për të ndryshuar. Mund të kishim gjetur ndihmë së bashku. E di këtë kani, tha Giovanni. Por atëherë, isha shumë i humbur, shumë i thyer për ta parë atë. Mendoja se vetmi mëkat më i madh se sa të isha një baba i keq, ishte të vazhdoja të isha aty çdo ditë duke ju kujtuar se sa i keq isha. Carlota e shikoi për një kohë të gjatë. E di se ishe i sëmur, Giovanni. Mateo më ka shpjeguar për varësinë, për problemet që kishe nive nga fëmiria, dhe një pjesë e meje të kupton. Por pjesa tjetër, pjesa që vuajti për vite, ende është e zemruar. Ke të drejtë të jesh e zemruar. Do ta kuptoja plotësisht nëse nuk do të më falësh kurrë. Nuk jam këtu për të falur, Giovanni. Ende nuk jam gati për këtë. Por jam këtu sepse djali ynë i mrekullueshëm, po përpiqet të gjejë një mënyrë për të jetuar me paqe. Dhe nëse për të duhet të shoh përsëri, atëherë këtu jam. Giovanni tundi kokën, duke e kuptuar. Si është ai, Mateo? Më duket i suksesshëm, por a është i lumtur? Mendoj se po mëson të jetë. Ka arritur shumë, por gjithashtu ka mbajtur shumë dhimbje brenda. Por tani që po flet me ty, mendoj se po fillon të shërohet. Shpresoj, tha Giovanni. Ai meriton çdo lumturi në botë. Ai është gjëja më e mirë që kam bërë ndonjëherë. Ne, korrigjoi Carlota. Ai është gjëja më e mirë që kemi bërë.
Pavarësisht nga gjithçka, ai është diçka e mrekullueshme. Ata folën për një orë tjetër, jo për të zgjidhur gjithçka, por të filluar procesin e shërimit. Kur Carlota u ngrit për të ikur, ajo i tha Giovanit: "Nuk premtoj asgjë, por nëse Mateo dëshiron të vazhdojë t'ju shoh, nuk do të kundërshtoj." "Faleminderit," tha Giovanni, "është më shumë se sa e meritoj." Ndërsa Mateo dhe Carlota ecën drejt makinës, Carlota e kapi krahun e djalit saj. "Si ndihesh?" "Nuk e di," pranoi Mateo. "Ishte e çuditshme t'i shoh bashkë përsëri, por gjithashtu ishte e nevojshme, mendoj." "Po për ty?" pyeti Carlota. "Çfarë ndjen ndaj babait tënd tani?" Mateo mendoi me kujdes. "Ende jam i zemëruar. Ende më them për atë që na bëri, por gjithashtu filloj ta shoh si një njeri, jo vetëm si burri që na braktisi. Dhe mendoj se kjo është një fillim." Carlota përqafoi. "Jam krenare për ty, Mateo, jo për parat apo suksesin, por për zemrën tënde. Po tregon një guxim që shumë njerëz nuk do ta kishin." Javën e ardhshme, Mateo dhe Sofia qëndruan vonë në zyrë duke punuar në një projekt të ri. Ishte vonë në natë dhe të gjithë të tjerët kishin shkuar në shtëpi. "A doni pak kafe?" pyeti Sofia, duke u ngritur nga tavolina e saj. "Do t'ishte mirë," tha Mateo. Ndërsa Sofia po përgatiste kafe në kuzhinën e vogël të zyrës, Mateo e vështroi. Ai kishte filluar të vërente gjëra të vogla për të që nuk I kishte vënë re më parë. Mënyrën se si buzëqeshte kur lexonte diçka interesante, shprehjen e përqendruar kur po mendonte thellë, ngrohtësinë që e jepte të gjithë rreth saj. "Këtu je," tha Sofia, duke ia dhënë kafen. "Faleminderit," tha Mateo. Pastaj, pera se të mund ta ndalte veten, ai shtoi. "Sofia, a mund të bëj një pyetje?" "Sigurisht." "Pse t'intereson aq shumë historia ime me babain tim? Pse e ke ndihmuar aq shumë?" "Sepse të shoh duke vuajtur dhe dua të ndihmoj, por gjithashtu sepse historia jote më kujton atë timen me vllaun tim." Markonin? Po, për vite isha e zemëruar me të, e urreja për atë që I kishte bërë familjes son, por kur vdiq, kuptova se e gjitha ajo kurrejtje vetëm po më helmonte mua. Nuk po I bënte asgjë atij, ai tashmë kishte vdekur, por mua më konsumonte. "Si arrite ta falësh?" pyeti Mateo. Sofia mori një gëllëng kafe para se të përgjigjej. Fillove duke pranuar se ai kishte qenë në dhimbje, se varësia e tij nuk ishte një dështim moral, por një zëmundje. Pastaj, fillove të rikujtoja kohët e mira që kishim pasur përpara se drogës. Vëllai im që më mësoi të notoja. Vëllai im që më mbrojti nga bulizuesit në shkollë. Vëllai im që më bëri të qesha kur isha e trishtuar. Ajo bëri një pauzë, sytë e saj të lagur. Dhe pastaj një ditë, vendosa thjesht ta lëshoja. Vendosa se nuk doja më të jetoja me atë barr. Vendosa se doja të kujtoja Markon për atë që kishte qenë në kohët e tij më të mira, jo për atë në çfarë u kthye në fund. "Dhe funksionoi?" pyeti Mateo. "A ndihesh më mirë?" "Po," tha Sofia. "Jo me një herë dhe jo çdo ditë, por me kalimin e kohës, po. Ndihem më e lehtë, ndihem më e lirë." Mateo tundi kokën ngadalë. "Mendoj se filloj ta kuptoj. Nuk ka të bëj me thënien se ajo që babai im bëri ishte në rregull. Ka të bëj me zgjedhjen për të mos lënë që ajo të më përkufizojë më." "Saktësisht," tha Sofia me një buzëqeshje. Ata qëndruan në heshtje për një moment, duke pirë kafet e tyre. Pastaj Mateo foli përsëri. "Sofia, ka diçka tjetër që dua të them." "Çfarë është?" "Gjatë këtyre muajve, ti ke qenë më shumë se vetëm një kolege. Ke qenë një mik e vërtet. Dikush që më ka ndihmuar të rritem si person. Dhe mendoj se jam duke filluar të ndjeja diçka më shumë se miqësie." Sofia e shikoi me një shprehje që Mateo nuk mund ta lexonte. "Mateo, nëse nuk ndjen të njëjtën gjë e kuptoj," vazhdoi ai shpejt, "dhe nuk dua të ndërlikoj marrëdhënien tonë profesionale, por mendova se duhet të dija." Sofia vendosi filxhanin e saj dhe u afrua me Mateo. "Mateo, unë gjithashtu kam ndjenja për ty, por kisha frikë t'i shprehja sepse nuk doja të përfitoja nga një periudhë e vështirë e jetës tënde. Nuk po përfitoja atë, po më ndihmon. Ka një ndryshim." Sofia buzëqeshi, një buzëqeshje të vërtetë dhe të ngrohtë. "Atëherë, ndoshta duhet të shohim se ku na çon kjo?"
Ata u afruan dhe u përqafuan, një përqafim që ndiej si fillimi i diçkaje të re dhe të mrekullueshme. Muajt që pasuan sollën ndryshime të mëdha për Mateo. Marrëdhënia e tij me Sofien u thellua, duke i dhënë një ndjenjë lumturie që ai nuk e kishte njohur më parë. Lidhja me baban e tij gjithashtu vazhdoi të përmirësohej, megjithse kishte ende momente të vështira. Një ditë, Mateo mori një vendim të madh. Ai thirri Giovannin dhe ja propozoi një ide. "Babi, kam menduar për diçka," tha Mateo ndërsa ata ishin ulur në qendrën e supës. "Nuk dua që ti të jetosh në rrugë më, dua të ndihmoj të gjesh një apartament." Giovanni e shikoi me sy të gjerë. "Mateo, nuk mund të bësh këtë. Unë nuk e meritoj." "Kjo nuk ka të bëjë me atë që meriton," tha Mateo. "Ka të bëjë me atë që dua të bëj. Kam para dhe dua që ti të kesh një vend të sigurt për të jetuar, por ka disa kushte." Giovanni tundi kokën me padurim. "Çdo gjë që thua." "Së pari, duhet të shkosh në një program për trajtimin e varësisë nga alkooli. E di se nuk pi më, por mendon se terapia do të ndihmoj. Së dyti, duhet filluar të punosh, diçka të vogël, por diçka që të jep një qëllim. Dhe së treti, duhet të vazhdosh të më takosh rregullisht, jo sepse dua të mbikëqyr, por sepse dua ta ndërtoj këtë marrëdhënie." Giovanni filloi të qante. "Pse po bën këtë për mua, pas gjithçkaje që kam bërë?" "Sepse jam lodhur nga urrëtia," tha Mateo thjesht. "Jam lodhur nga bartja e kësaj barre, dhe sepse pavarësisht nga gjithçka, ti je babai im, dhe dua të besoj se njerëzit mund të ndryshojnë." Brenda një muaji, Giovanni ishte zhvendosur në një apartament të vogël por të pastër në një pjesë të qetë të qytetit. Ishte thjesht por i mobiluar, me gjithçka që ai kishte nevojë. Mateo gjithashtu e ndihmoi që të gjente një punë me kohë të pjesshme në një dyqan librash lokal. "Nuk e di se si të falenderoj," tha Giovanni ditën e zhvendosjes. "Ti më ke dhënë një jetë të re. Mos e shpërdoro, kjo është shanca jote e dytë." Giovanni e kapi dorën e djalit të tij. "Premtoj që do të mundohem çdo ditë të jem babai që duhet të kisha qenë gjithmonë." 6 muaj pas takimit të parë midis Carlotës dhe Giovannit, diçka e mrekullueshme ndodhi. Carlota e ftoi Giovannin për darkë në shtëpinë e saj. Mateo ishte i befasuar kur mamaja e tij ja propozoi këtë. "A je i sigurt?" pyeti ai. "Nuk dua që të ndihesh e detyruar." "Nuk ndihem e detyruar," tha Carlota, "por kam pa ndryshimet në Giovanni. Kam pa se si po mundohet dhe kam vendosur se jeta shumë e shkurtër për të mbajtur zemërim për gjithmonë." Darka ishte pazakont në fillim. Giovanni ishte jashtëzakonisht nervoz dhe Carlota ishte e rezervuar. Por me kalimin e kohës tensioni filloi të lehtësohej. Ata filluan të flasin për Mateon, për arritjet e tij, për llojin e njeriu që kishte bërë. "Ai është kaq i ngjashëm me ty," i tha Giovanni Carlotas. "Ka forcën tënde, vendosmërinë tënde." "Por gjithashtu ka dhe mshurinë tënde," tha Carlota. Kur ishit i mirë, Giovanni ishe shumë i dhemshur. Ishte hera e parë që Mateo dëgjonte mamin e tij të fliste pozitivisht për baban e tij dhe kjo e preku thellë. Sofia ishte gjithashtu e ftuar në darkë dhe ajo solli një dinamike të re në grup. Ajo tregoi histori qesharake për punën, pyeti pyetje që nxitën biseda interesante dhe bëri që të gjithë të ndiheshin të rehatshëm. Në fund të darkës, ndërsa Giovanni po përgatite për të ikur, Carlota e ndali. "Giovanni, do doja që kjo të bëhej një traditë," tha ajo. "Të paktën një herë në muaj, për Mateun." Giovanni ishte pa fjalë. "Do të më pëlqente shumë, Carlota, faleminderit." Pasi Giovanni iku, Mateo e përqafoi mamin e tij. "Faleminderit që i dhe një shans." "Nuk e bëra për të," tha Carlota. "E bëra për ty dhe ndoshta pak për veten time. Jam lodhur nga bartja e zemërimit. Koha është që të heqim dorë." Një vit kishte kaluar që kur Mateo kishte parë baban e tij për herë të parë në rrugë. Gjatë këtij viti jeta e tij kishte ndryshuar në mënyra që ai nuk do të kishte imagjinuar kurrë. Marrëdhënia me Sofien kishte lulëzuar në një partneritet të bukur, plot dashuri dhe mbështetje. Ata ishin bashkë zyrtarisht dhe po mendonin për të ardhmen. Lidhja me babain e tij, megjithse ende e ndërlikuar, kishte shndëruar në diçka të mirë dhe shëruese. Edhe e mami i tij kishte gjetur një lloj paqeje që ajo nuk e kishte pasur për vite. Një ditë Luka nga qendra e supës erdhi ta vizitonte Mateo në zyrë. Kishte një propozim të bëri. "Zoti Rossi,
Jam vërejtur se ju keni ndihmuar shumë Giovannin, filloi Luka, dhe ka menduar, ka shumë njerëz të tjerë si ai, njerëz që kanë bërë gabime por që dëshirojnë një shans të dytë. A do të ishit e interesuar të ndihmoni? Mateo ishte intriguar. Çfarë keni në mendje? Mendoj për një program, shpjegoi Luka. Një program që ndihmon njerëzit pa shtëpi të gjejnë punë, strehim dhe terapi. Qendra e supës bën punë të mirë për t'i ushqyer, por ata kanë nevojë për më shumë. Ka nevojë për një rrugë drejt jetës normale. Mateo mendoi për këtë me kujdes. Është një ide interesante, por do të kërkonte shumë burime. E di, tha Luka, prandaj erdha tek ju. Jo vetëm për para, por për ekspertizën tuaj. Ju e dini se si të ndërtoni diçka nga asgjë. Ajo natë, Mateo ja diskutoi idenë me Sofjan. Çfarë mendon? Pyeti ai. Sofja buzëqeshi. Mendoj se është një ide e mrekullueshme dhe mendoj se do të jetë mënyra juaj për të marrë diçka të mirë nga gjithë vuajtja që keni përjetuar. Brenda 6 muajve, Mateo kishte krijuar një fondacion jo fitimprurës të quajtur Hapi i dytë. Misioni i tij ishte t'u jepte njerëzve që jetonin në rrugë mjetet dhe mbështetjen për të filluar përsëri. Programi përfshinte strehim të përkohshëm, këshillim për varësinë, terapi, trajnim profesional dhe ndihmë për të gjetur punë. Giovanni ishte ndër të parët që u bën vullnetar për programin. Dua të ndihmoj, i tha ai Mateo. Dua që historia ime të ndihmoj dikë tjetër. Në ceremoninë e hapjes së Hapi i dytë, Mateo mbajti një fjalim që prek të gjithë të pranishmit. Unë kam qenë i privilegjuar, filloi ai. Kam pasur sukses në biznes, kam grumbulluar pasuri, kam jetuar një jetë që shumë njerëz e ëndrojnë. Por deri para një viti nuk isha vërtet i lumtur, sepse mbaja brenda meje një zemrim, një dhimbje që më konsumonte. Ai bëri një pauzë duke shikuar nga babai i tij, që ishte ulur në rreshtin e parë pranë Carlota dhe Sofias. Babai im më braktisi kur isha fëmijë. Për vite e urreja për këtë. Por pastaj jeta më dha një mundësi ta shoh atë përsëri, këtë herë si një njeri i thyer që jetonte në rrugë. Dhe atë ditë pata një zgjedhje. Mund të vazhdoja ta urreja ose mund të zgjidhja të kuptoja. Mateo pa shumë koka duke u tundur në sallë. Zgjodha të kuptoja dhe në atë proces mësova diçka të rëndësishme. Mësova se faljes nuk ka të bëjë me justifikimin e veprimeve të dikujt. Ka të bëjë me lirimin e vetes nga zinxhirit e të shkuarës. Ka të bëjë me zgjedhjen për të jetuar me dashuri në vend të urrëties. Ai shikoi përsëri baban e tij dhe pa lotët duke i rrjedhur në faqet e Giovannit. Ky fondacion është rezultati i atij udhëtimi. Ne jemi këtu për t'u dhënë njerëzve një shans të dytë, sepse të gjithë meritojnë një. Jo vetëm sepse janë të përsosur, por sepse janë njerëz dhe njerëzit bëjnë gabime. Por ata gjithashtu mund të ndryshojnë, të rriten dhe të bëhen më të mirë. Duar trokitjet mbushën sallën dhe Mateo ndiej një ndjenjë paqeje që nuk e kishte njohur kurrë më parë. Gjatë muajve që pasuan, Hapi i dytë filloi të shihte rezultate të mrekullueshme. 10 njerëz kaluan nëpër program dhe shumë prej tyre gjetën punë të qëndrueshme, strehim dhe një rrugë drejt jetës normale. Një nga historitë më frymëzuese ishte ajo e Markos, një burri në të 40-tet e tij që kishte jetuar në rrugë për 7 vjet pas që kishte humbur gjithçka për shkak të varësisë nga droga. Nëpërmjet programit, Marko mori trajtim për varësinë e tij, gjeti një punë si teknik kompjuterësh dhe përfundimisht u rilidh me të bijën që nuk e kishte parë për vite. Ju më dhat më shumë se sa një shtëpi, i tha Marko Mateo në një takim vullnetarësh. Më dhat shpresë. Më dhat besim se mund të jem diçka më shumë se sa gabimet e mia. Këto fjalë prekën Mateo thellë. Ai realizoi se duke ndihmuar të tjerët, ai gjithashtu po shërohej vetë. Giovanni gjithashtu lulëzoi në rolin e tij si vullnetar. Ai punonte me njerëzit e rinj që hynin në program, duke ndarë historinë e tij dhe duke ofruar mbështetje. Shumë njerëz i thanë Mateo se babai i tij kishte qenë një faktor kyç në shërimin e tyre. Ka diçka në mënyrën se si babai juaj flet, i tha një grua e re Mateo. Ai nuk të gjykon. Ai të kupton sepse ka qenë aty. Dhe kjo bën të gjithë ndryshimin. Një mbrëmje pas një dite të gjatë në fondacion, Mateo dhe Giovanni qëndruan vetëm duke pastruar. Jam krenare për ty, babi, tha Mateo papritur. Giovanni ngriti syt,
i befasuar. Ti je krenare për mua? Po. Për mënyrën se si ke ndryshuar, për mënyrën se si po ndihmon të tjerët, për mënyrën se si ke kthyer jetën tënde. Giovanni la mopin që po përdorte dhe erdhi tek Mateo. Mateo, gjithçka që kam sot e kam për shkak teje. Ti më dhe një shans kur nuk e meritoja. Ti më tregove dëmshuri kur kisha të drejtë vetëm për urrejtje. Ti më mësove se kur nuk është shumë vonë për të ndryshuar. Ata u përqafuan. Një përqafim i vërtet midis babait dhe djalit, që kishin humbur kaq shumë kohë, por që tani po e gjenin rrugën drejt njëri tjetrit përsëri. Ishte një mbrëmje pranvere, dhe Mateo kishte planifikuar diçka të veçantë. Ai kishte organizuar një darkë në çatit të ndërtesës së tij, me pamje mbi të gjithë Milanon. Ishin ftuar vetëm njerëzit më të afërt me të: Sofia, mami, babai dhe Luka, që kishte bërë aq shumë për ta ndihmuar në krijimin e hapi i dytë. Gjatë darkës ata ndar histori, qeshën dhe gëzuan kompaninë e njëri tjetrit. Por ndërsa nata po përparonte, Mateo u ngrit dhe kërkoi vëmendje. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur sonte, filloi ai. Ky vit i fundit ka qenë udhëtimi më i mahnitshëm i jetës sime. Jo për shkak të suksesit të biznesit apo të parave, por për shkak të marrëdhënieve që kanë ndortuar dhe ripërtrirë. Ai shikoi baban e tij. Babi, faleminderit që më dhe mundësinë të të njoh përsëri. Faleminderit për gjithçka që po bën për të tjerët. Giovanni tundi kokën, sytë e tij plot lot. Mateo shikoi mamin e tij. Mami, faleminderit që më mësove se çfarë do të thotë të jesh i fortë, të jesh i dhëmshëm dhe të mos heqësh dorë kurrë. Carlota buzëqeshi me dashuri. Pastaj Mateo u kthye drejt Sofies. Dhe ti, Sofia, ti erdhe në jetën time në momentin kur kisha më shumë nevojë për dikë. Ti më ndihmue të shoh botën në një mënyrë të re. Ti më mësove se çfarë do të thotë faljes, dashuria dhe të jetosh me zemër të hapur. Sofia e shikoi me kuriozitet, duke u pyetur se ku po shkonte me këtë. Mateo zbriti në një gjuhë, dhe gjithë shatia u mbush me thirrje befasie. Ai nxori një kuti të vogël nga xhepi dhe e hapi, duke zbuluar një unaz të bukur. Sofia Moretti, a do të më bësh nderin më të madh dhe do të martohesh me mua? Sofia e mbuloi gojen me duart e saj, lotët duke filluar të rrjedhin. Po, sigurisht që po. Mateo ja vuri unazën dhe ata u përqafuan, të rrethuar nga duartrokitjet dhe urimet e njerëzve që i donin. Giovanni erdhi dhe i përqafoi të dy. Jam kaq i lumtur për ju, tha ai. Ju meritoni çdo lumturi në botë. Carlota gjithashtu i përqafoi, duke qarë lot lumturie. Jam kaq krenare për ty, Mateo, për burrin që ke bërë. Ndërsa festa vazhdoi, Mateo i gjeti veten duke shikuar mbi qytetin e Milanos. Një vit më parë ai kishte qenë një njeri i pasur por i pakënaqur, i mbushur me zemërim dhe dhimbje. Tani ai ishte ende i pasur, por pasuria e tij më e madhe nuk ishte në bank, ishte në njerëzit përreth tij, në dashurinë që ndante me ta dhe në paqen që kishte gjetur. 6 muaj më vonë, Mateo dhe Sofia u martuan në një ceremoni të bukur në kampanjën jashtë Milanos. Ishte një ditë e përsosur, dielli i ndritshëm, era e butë dhe lule kudo. Giovanni ishte një nga të ftuarit e nder. Ai ishte veshur me një kostum që Mateo ja kishte bler, dhe duke i më i shëndetshëm dhe më i lumtur se sa kishte qenë për vite. Ai madje mbajti një fjalim gjatë darkës së dasmës. Nuk e meritoj të jem këtu sot, filloi ai, zëri i tij duke u thyer pak. Për vite të tëra kam qenë një njeri i humbur, një njeri që bëri zgjedhje të tmerrshme që lënduan njerëzit që i donte më shumë. Por djali im, Mateo, më dha diçka që nuk e meritoja. Një shans të dytë. Ai shikoi nga Mateo dhe Sofia që po dëgjollonin nga tavolina kryesore. Mateo më mësoi se kur nuk është shumë vonë për të ndryshuar. Më mësoi se faljes nuk ka të bëjë me harrimin e të shkuarës, por dhe zgjedhjen për të jetuar ndryshe në të ardhmen. Dhe më mësoi se dashuria e vërtet do të thotë të japësh dikujt një mundësi edhe kur nuk e meritojnë. Giovanni mori një moment për të mbajtur emocionet nën kontroll. Sofia, ti je një grua jashtëzakonshme. Ti ke sjell dritë në jetën e djalit tim. Dhe ju të dy së bashku jeni një shembull i asaj që dashuria dhe faljes mund të arrijnë. Unë ju uroj çdo lumturi që jeta mund t'ju ofrojë. Duartrokitjet mbushën sallën dhe shumë njerëz fshin lotët nga syt. Më vonë atë mbrëmje, ndërsa Mateo dhe Sofia po kërconin valljen e tyre të parë, Mateo e shikoi rreth e rrotull dhomës. Mami i tij po qeshte me disa miq. Babai i tij po fliste me Lukën dhe disa nga njerëzit që kishin përfituar nga hapi i dytë. Të gjithë dukeshin të lumtur, të plot, të shëruar.
Për çfarë po mendon? Pyeti Sofia, duke shikuar në sytë e tij. Po mendoj se sa fat kam. Jo për parat apo suksesin, por për këtë moment, për këta njerëz, për ty. Sofia e puthi but. Ne jemi ata me fat, të gjithë ne. 2 vjet pas dasmes, Mateo dhe Sofia ishin ulur në zyrën e mjekut, duke pritur me padurim. Më në fund, mjekja lyri me një buzëqeshje të gjerë. Urime, jeni 7 zënë. Sofia filloi të qante lot gëzimi dhe Mateo e përqafoi ngushtë. Ata kishin munduar për disa muaj dhe tani ëndra e tyre po bëhej realitet. Lajmin e parë që e than ishte te Carlota. Ajo u lëriti nga gëzimi dhe I përqafoi të dy. Do të bëhem gjyshe, o zoti im, do të bëhem gjyshe. Kur erdhi koha t'i thonin Giovanni, Mateo ishte pak nervoz. Si do të reagonte? A do të ndjente I përjashtuar nga mosha e re? Për kur Giovanni dëgjoi lajmin, fytyra e tij u ndriçua me një gëzim të pastër. Një foshnjë? Vërtet? Oh, Mateo, Sofia, kjo është e mrekullueshme. Pastaj ai bëri një pauzë dhe shpreha e tij u bë më serioze. Mateo, a mund të pyes diçka? Sigurisht. Kur të lind foshnja, a do të më lejosh të jem pjesë e jetës së tij? E di se kam humbur shumicën e jetës tënde dhe ai është një pendim që do të mbaj gjithmonë. Por nëse do të më jepje shansin të jem një gjysh I pranishëm, Giovanni nuk e mbaroi fjalinë sepse Mateo e përqafoi. Sigurisht që do, babi. Fëmia ynë do të ketë fat të ketë ty në jetën e tij. 9 muaj më vonë, në një mëngjes të bukur pranvere, Sofia lindi një djalë të shëndetshëm. Ata e quajtën Marko në nderim të vëllait të Sofisë që kishte vdekur, por edhe duke u frymëzuar nga historia e parë e suksesit të hapi I dytë. Ditën që Mateo e solli Sofin dhe bebën në shtëpi, e gjithë familja ishte aty për t'i pritur. Carlota kishte përgatitur ushqim, Luka kishte sjell lule dhe Giovanni kishte bler një lodër të vogël prej druri që e kishte bërë me duart e veta. E bëra vet, tha Giovanni me krenari, duke e treguar Mateo një makinë të vogël prej druri. Doja që gjyshi të kishte diçka të veçantë për të. Mateo prek thellë nga ky gest. Është e bukur, babi. Faleminderit. Ndërsa të gjithë u mblodhën rreth bebes, Mateo ndije një val emocionesh. Ky fëmijë I vogël, kaq pafajshëm dhe I plot me mundësi, përfaqësonte një fillim të ri. Ai përfaqësonte shpresën, dashurinë dhe shansin për një të ardhme më të mirë. E di se çfarë po mendon, tha Sofia duke e kapur dorën e Mateo. Çfarë jam duke menduar? Po mendon se do të jesh babai më I mirë që mund të jesh, se nuk do të bësh gabimet që babai yt bëri. Mateo buzëqeshi. Kam frikë, Sofia. Kam frikë se do të dështoj, se do të bëj gabime. Do të bësh gabime, tha Sofia me butësi. Të gjithë prindrit I bëjnë. Por ajo që të bën një prind të mirë, nuk është të jesh I përsosur, është të jesh I pranishëm, të jesh I dhëmshur dhe të mësosh nga gabimet e tua. Giovanni u afrua dhe vuri një dorë në shpatullën e Mateo. Ajo ka të drejtë, djali im, dhe nëse ke nevojë për këshilla për atë që nuk duhet të bësh, unë jam ekspert në këtë. Të gjithë qeshën, madje edhe Giovanni. 5 vjet kaluan. Marko u rit në një djalë të gjallë dhe kurreshtar, I dashur nga të gjithë. Ai e quajti Carlota nona dhe Giovanni nono, dhe të dy gjyshrit ishin pjesë e rregullt të jetës së tij.